Përshëndetje, ky është hapi 6 dhe në këtë video do të shpjegojmë për mënyrën se si të gjenerojmë sasinë e fjalëve kyçe për 48 reklamat që të kemi gati, pavarësisht nëse ne do t'i hedhim që në ditën e parë këto reklama apo jo. Ajo që duhet të kemi kujdes është duhet të respektojmë sasinë e fjalëve kyçe për një reklam që është maksimumi 240 karaktere. Dhe në rast se e kaloni këtë sasi, domethënë reklama nuk ruhet dhe duhet ta bëni përsëri. Këtë do ta bëjmë në një provë, domethënë kur të hedhim reklamat në platformë. Por në fund, kur t'i keni gjeneruar të gjitha këto fjalë të kyçe, duhet mi dërgoni në WhatsApp që të kem mundësi, domethënë, t'u bëj sugjerimet e mia nëse i keni bërë mirë apo jo. Dhe për t'i krijuar këto fjalë kyçe për këto 48 reklama, kemi përgatitur një prompt për të na i thjeshtuar pak punën. Pra s'është e nevojshme që ne të jemi gjeni, por thjesht nëpërmjet këtij promptit ne marrim bazën dhe pastaj mbi fjalët që na ka dhënë ChatGPT-ja ne mund t'i rregullojmë dhe mund t'i përmirësojmë vetë, po bazën na jep kjo domethënë. Dhe logjika është e tillë që ne duhet t'i ndajmë këto fjalë kyçe në 48 grupe, sepse 48 reklama janë, dhe për një reklam na duhet një grup. Secili grup ka 9 fjalë kyçe dhe këto duhet të jenë të ndara me presje, të jenë në shqip apo në çfarëdo gjuhë që ju doni, mund të jenë dhe shqip dhe anglisht, po mirë është që të bëhen në një gjuhë, por mund të ketë edhe në një fjalë anglisht sepse njerëzit i përdorin. Dhe këto fjalë duhet të jenë për mënyrën se si njerëzit mund të kërkojnë në Google për biznesin tuaj. Tani prompti është përgatitur në këtë lloj forme. I kemi dhënë dy komanda, një komandë që të sillet si klient real që kërkon në Google dhe një komandë tjetër që të jetë një ekspert për kërkimin në Google me SEO, por me sjellje të konsumatorit. Pra, të ketë sjelljen e konsumatorit, jo të jetë thjesht një ekspert, sepse qëllimi është për mënyrën se si kërkon një klient në Google për një shërbim apo një produkt që ne jemi duke shitur. Dhe ky është prompti, tani s'po hyj të analizoj promptin, por ajo që duhet të bëjmë është e thjesht e bëjmë copy gjithë promptin, këtu edhe diçka. Pra këtu s'keni nevojë që t'ja shkruani emrin, sepse e ka marrë vetë automatikisht. Në rastin se keni hapur një chat të ri dhe ai nuk e di se për çfarë biznesi bëhet fjalë, jepi emrin që ta marrë vesh. Kështu që ne e dim, jemi në të njëjtin chat, s'kemi hapur chat të ri, e bëjmë copy, shkojmë te chati dhe vazhdojmë bisedën ku e kemi lënë. Vetëm i dërgojmë promptin dhe ja ku na ka sugjeruar grupet bashkë me fjalët kyçe dhe me karakteret përkatëse. Tani nuk është se ai gjithmonë i respekton sasinë. Unë po marr sa i po vazhdon punën, kështu që unë po marr vetëm një pjesë të këtyre fjalëve për të kuptuar juve a i ka bërë në rregull apo jo. Dhe për ta parë se sa karaktere kemi, hyjmë në Google, kërkojmë Google Translate, e bëjmë shqip anglisht, edhe i kemi 183 karaktere. Për orientim mund të bëjmë diçka të tillë, për shembull, që unë jap sa fjalë të tjera këtu, 230, po i heq këto, 225. Po i marr këto si sasi dhe po i vendos këtu që të kemë një si shembull. Dhe po ta shikoni,
Fix fare, kjo është deri këtu. Unë e kam gjatësinë e kësaj. E kam deri këtu. Dhe në moment që duam ta kontrollojmë, po themi unë në rastin konkret, sepse varet se sa e keni zmadhuar ju, po themi shkrimin. Unë për shumë zakonisht e mbaj në këtë madhësi dhe e di që fjalët kyçe janë 2 rreshta edhe një fjalë këtu në fillim. Që të mos i mat një nga një, thjesht kam një orientim të tillë edhe në këtë lloj forme i bëj. Tani po ta shikoj këtu na mungojnë, kështu që nëse neve në të gjitha fjalët që na ka dërguar, po ta shikoni këtu të gjitha mungojnë fjalë që ne duhet t'i shtojmë, sepse asnjëra nga këto nuk është 2 rreshta. Atëherë unë po i bëj edhe një herë copy nga fillimi, edhe po i fshi ato. Po i fshi këto që kisha. Po lë vetëm këtë modelin. Dhe në moment që i kam bërë paste këtu, mund të shkoni në WhatsApp edhe mi dërgoni dhe mua. Ose më e mira është fakti që ne na mungojnë, i themi chatit më gjenero dhe 10 grupe të tjera. Sepse neve na duhen fjalë, ai tashmë i ka këto fjalët dhe nuk i duplikon, sepse qëllimi është që mos të na duplikohen. Dhe tani çfarë bëjmë? Po themi marrim këto 3 grupet, unë të paktën punoj kështu, dhe tek këtu në fillim, dhe veproj në këtë lloj forme. I bëj të gjitha fjalët bashkë, po themi, pra një sasi të caktuar. Nuk po merrem me kontrollin e këtyre tani. A ja vlen apo jo? Sepse ajo që unë dua të bëj është thjesht të punoj në këtë logjik. Pra më duhet që të plotësoj këtë rreshtin këtu të bëhen 2 rreshta të plota. Dhe unë po themi marr këto fjalët këtu. Vendos presje. Dhe tani më bë rreshti i plot. I marr me kat. Vazhdoj te kjo tjetra. Dhe heq ato që s'më duhen dhe lë aq sa duhen. Pastroj këto gjërat e tepërta dhe e lë në këtë lloj forme. Kjo është për efekt të kohës, që të fitoni kohë. Kjo këtu që ka dalë del shumë e gjatë, kështu që kur janë fjalë të gjata, ne heqim një fjalë të shkurtër këtu lart që të na dalë tamam. Sepse nuk duhet të jetë shumë e gjatë fjala. Në fund, fjala në fund do të jetë shumë e vogël. Për shembull, kaq.
Okej, tani s'po vazhdoj më, sepse qëllimi është të kuptoni logjikën. Ja këtu e kemi hequr më tepër se sa duhet tek treshi. Kështu që unë po marr nga këtu deri këtu. Edhe ja e kemi grupin e plot. Në momentin që kemi mbaruar punë me këtë, do kalojmë tek titujt, të cilët më vonë do t'i bëjmë bashk. Biles po e bëjmë dhe te video tjetër do e bëjmë pjesën e titujve. Kështu që kjo ishte sa për të krijuar idenë se si krijohen fjalët kyçe. Është e rëndësishme që pasi keni përpunuar fjalët kyçe, mos harroni të mi dërgoni në WhatsApp që të mund të bëjnë një sugjerim tuaj për biznesin tuaj. Është e rëndësishme që t'i kontrolloni fjalët një nga një, të mos jenë të përsëritura. Për shembull, kjo ka dhënë fjalë të mira. Catering ushqimor. Pra, janë fjalë që dikush mund të kërkojë. Atë që po thoya që pari, për shembull, mund të ketë fjalë në anglisht, po s'është problem. Ose edhe vetë fjala catering, për shembull, është gjysmë anglisht. Se ka dhe shqiptar që shkruajnë catering me k. Kështu që te kjo fjalë për shembull duhet të ketë reklama edhe me duke shkruar catering, jo kështu. Se jo të gjithë din anglisht, kështu që ti duhet të përshtatesh edhe për ata njerëz që nuk din anglisht. Këto quhen fjalë kyçe të shkruara gabim. Edhe ato janë të nevojshme në biznes. Biles diku nga fundi e kemi që janë fjalë kërkime me gabime. Për shembull fit menu. Ose Don Bosk. Ushqim për shembull fitnessi. Këto janë gabime, po që edhe catering për shembull shkruhet kështu. Kjo është fjalë gabim, po themi. Po që dikush mund të kërkojë në këtë forme. Okej, shihemi në videon tjetër që do krijojmë titujt dhe do t'i bashkojmë me fjalët kyçe. Ose më sakt, unë e kam gati këtu. Siç e shikoni, këtu kam krijuar titujt dhe fjalët kyçe, por duhet të shikoni promptin dhe pastaj t'ua shpjegoj. Po më mirë po e bëjmë te video tjetër.